lëviz një ide, po. Që është viti i ri tani dhe gjithë kanë qef të vendosin atë kapelën mbretërore. Donald Trump, shkëlqësia e tij, për cilën unë kam konsiderat, për disa gjëra kam konsiderat, e para që ai është martuar 3 herë. E dyta kujdeset për gjithë kalamajt. E treta ka qenë biznesmen, ose trashëgimtar i një biznesmeni. E katërta është bërë 2 herë president, 45-47, s'është pak. I udhëheqësisë më të madhe të gjysmës globit. Dhe më kryesorja është se ai po e tha një gjë do ta bëj. Mund i dalin pengesa rrugës, pa i vë zjarr fikse, vën këto grupin e të fortëve, garda kombëtare dhe i shuan. S'ka protesta në Amerikë apo. Po ai vuri kapelen që i thonë të Sistine, që mos gabojnë në këto terma. Kapelen e papës. Edhe tha, për qef, tha, do kisha unë qef të isha pap, po unë nuk mund të bëhem pap, se jam i martuar. Se papa nuk martohet. Tha, po atje që do jeti papa amerikan, atje ta kjo s'diskutohet. Në fakt, a është papa amerikan apo? Iku. Shiko, tha, se bë lufta, do me bë luftë Serbia me Kosovën, atje tha, s'ka shansë se atë kanë qenë tavolinë me mu, presidenti i Serbista, edhe kryeministri Abdullah Hodi. Tani tha që të mos e zej barku për herë dytë, se luan me metaforën, edhe ai. Shiko, ai është prodhim i televizionit, ha? Ju e dini që është një marker, domethënë televiziv. Një one-man show e thoni ju, që mos ta them gabim, ju që flisni anglisht. Për i ka provu të gjitha. Ka provu të ketë kalamaj, të ketë 3 zonja të ndryshme. Ka një zonjë të parë 25 vjetë që eri korekte, që mbushi tani 55 vjetore, në vetë është në 77 vjetor. Do me thonë, ky presidenti ka dhe 3 vjetë. Një kryefamiljar i mirë, një politikan i mirë, thot Churchilli, mendon për brezat e ardhshëm. Tani kush është brezi i ardhshëm i tij? Më i fundit është djali vet, 22 vjeç, apo jo? Djali i tij do të sulmohet për aferat babait vet, se do të sulmojë majta, se ka programe majta këta. Me shkatruar aristokracinë dhe djatën, e thot Marksi. Çohen punëtorët, thot shkatrojnë fabrikën. Pastaj punëtorët njëri pa hungur bukë, ku dole i shikundi.